Selin Genç është një aktore turke e re dhe shumë e talentuar, e cila u bë e njohur për publikun shqiptar dhe atë ndërkombëtar përmes rolit të saj si Gülten në serialin shumë të suksesshëm Tokë e Hidhur. Ajo është një nga aktoret që jo vetëm tërheq vëmendjen me bukurinë e saj të natyrshme, por edhe me mënyrën e sinqertë dhe të ndjerë të aktrimit. Selin Genç ka lindur më 14 qershor të vitit 1994 në Stamboll, Turqi, që në moshë të vogël ka pasur një dashuri të veçantë për artin. Ndonse nuk vinte nga një familje aktorësh, ajo gjithmonë ka pasur ëndrrën të jetë pjesë e skenës, të tregojë histori dhe të emocionojë njerëzit. Ka përfunduar studimet në Universitetin e Stambollit në degën e inxhinierisë industriale, gjë që tregon se ajo është një vajzë jo vetëm e bukur, por edhe shumë e zgjuar dhe e përkushtuar ndaj dijes. Por pavarësisht diplomës në një fushë teknike, zemra e saj ishte gjithmonë me aktrimin dhe artin. Për këtë arsye, pas përfundimit të studimeve, ajo vendosi t'i përkushtohet pasionit të saj të vërtetë, aktrimit. Roli i parë i madh i Selin Genç ishte në serialin Tokë e Hidhur, ku ajo luajti personazhin e Gülten, një vajzë e ndrojtur, e sinqertë dhe me një zemër të pastër që punon si shërbëtore në vilën e familjes Yaman. Gülten është një nga personazhet më të dashura të serialit. Ajo përfaqëson vajzën e thjeshtë, që ndonse përjeton shumë padrejtësi, nuk humbet asnjëherë dashurinë, besimin dhe shpresën. Gjatë serialit, Gülten kalon nëpër shumë vuajtje, dashuri të pamundura, humbje, sakrifica, por ajo mbetet gjithmonë e ndershme dhe njerëzore. Publiku e dashuroi menjëherë Selinin në këtë rol, sepse ajo arriti të përcjellë me shumë natyrshmëri emocionet dhe dhimbjet e Gültenit. Shumë njerëz e kanë përshkruar si një nga performancat më të sinqerta në serial. Në një nga sezonet e fundit të serialit, personazhi Gültenit humbi jetën në mënyrë tragjike, dhe kjo ngjarje shkaktoi shumë reagime të forta nga publiku. Shumë fansa u tronditën dhe u mërzitën për largimin e saj, sepse e kishin ndjekur me dashuri që nga fillimi. Edhe vetë Selin Genç tha në një intervistë se ishte shumë e lidhur emocionalisht me këtë rol. Tha se do ta mbajë gjithmonë në zemër Gültenin. Ajo falenderoi publikun për mbështetjen dhe dashurinë që i dhanë. Selin Genç njihet si një vajzë shumë e thjeshtë, e dashur dhe me një energji pozitive. Ajo është shumë aktive në rrjetet sociale, ku ndan momente nga jeta e saj e përditshme, udhëtimet, aktivitetet dhe ndonjëherë edhe mesazhe frymëzuese për ndjekësit e saj. Aktoria nuk është shumë e dhenë pas jetës së natës apo skandaleve. Përkundrazi, ajo preferon një jetë të qetë, të mbushur me libra, natyrë, udhëtime dhe kohë me familjen dhe miqt. Ka një stil të thjeshtë dhe elegant, dhe shumë vajza e marrin si model për modestinë dhe naturalitetin e saj. Pas përfundimit të serialit Tokë e Hidhur, Selin është përfolur për projekte të reja, si në seriale, ashtu edhe në kinematografi. Ajo ka thënë se është e hapur për role të ndryshme, sepse dëshiron të sfidoj veten dhe të rritet si aktore. Ajo nuk dëshiron të ngelet vetëm në rolin e vajzës së butë dhe të ndjeshme. Selin është e gatshme të luajë edhe personazhe më të fortë, më të errët, më kompleks, sepse beson se çdo rol e ndihmon të kuptojë më mirë vetveten dhe botën përreth. Në një intervistë, ajo tha: "Nëse ke një ëndër në zemër, mos e lër pas dore, edhe nëse rruga është e gjatë, edhe nëse të tjerët nuk të kuptojnë. Ti vazhdo të ecësh. Një ditë ajo ëndër do të bëhet realitet." Selin Genç nuk është thjesht një aktore, ajo është një shembull i një vajze që ka ndjekur pasionin e saj me përkushtim, dashuri dhe përullësi. Me talentin e saj, ka prekur miliona zemra, me buzëqeshjen dhe shpirtin e saj të butë, ka sjellë dritë në ekran. Dhe me karakterin e saj të fortë, do të vazhdojë të ngjitet lart në botën e artit. Nëse vazhdon kështu, Selin ka shumë gjasa të bëhet një nga aktoret më të rëndësishme të brezit të saj në Turqi, dhe pse jo, edhe ndërkombëtarisht. Selin e ka përshkruar veten si një vajzë të qetë dhe të tërhequr gjatë fëmijërisë. Ajo nuk ka qenë nga ata fëmijë që kërkonin shumë vëmendje, përkundrazi, ka pasur një botë të pasur të brendshme dhe shumë fantazi. I pëlqente të kalonte kohë duke lexuar, vizatuar apo duke ëndërruar për gjëra të mëdha që një ditë do t'i arrinte. I pëlqente të luante
skena nga filma ose telenovela me motrat, shoqet apo edhe vetë para pasqyrës. Edhe pse nuk vinte nga një familje artistësh, ajo kishte atë shkëndijën që tregonte se do të bëhej dikush në jetë. Mësuesit dhe të afërmit e kujtojnë si një fëmijë shumë të edukuar, të sjellshëm dhe të përgjegjshëm, gjithmonë me fjalë të mira dhe me sjellje të kujdesshme. Selin ishte një vajzë që të fitonte zemrën me butësinë dhe qetësinë e saj. Gjatë viteve të shkollës së mesme, Selin ishte e përkushtuar ndaj mësimeve. Ajo nuk ishte nga ato vajza që shpenzonin kohën me grupe të zhurmshme apo sjellje adoleshente rebele. Ajo kishte një qëllim, të ndërtonte një të ardhme të sigurt për veten, ndaj studioi për një degë serioze si inxhinieria industriale. Njerëzit që e kanë njohur në atë periudhë thonë se ajo ishte pak e ndrojtur në ambientet sociale, por në momentin që flisje me te, kuptoje që ishte shumë e mençur, e thellë dhe me mendime që nuk i përkisnin moshës së saj. Ajo ishte një shpirt i vjetër në trup të ri. Selin Genç është një nga ato aktore që ruan me fanatizëm jetën e saj private dhe rrallë herë flet për të në intervista apo rrjete sociale. Megjithatë, disa detaje dhe fakte të vogla janë zbuluar me kalimin e viteve përmes postimeve të saj dhe burimeve të ndryshme. Aktualisht, Selin Genç nuk është martuar dhe nuk ka fëmijë. Nuk ka konfirmuar publikisht ndonjë lidhje dashurie. Ajo ka zgjedhur të mos ndajë asnjë informacion rreth ndonjë partneri të mundshëm, as në intervista, as në rrjetet sociale. Në disa media turke janë përfolur raste ku mund të ketë pasur një lidhje, por Selin nuk ka reaguar asnjëherë, duke ruajtur privatësinë totale. Selin nuk flet shpesh për familjen, por në pak raste ku e ka përmendur, ka treguar se familja ka qenë gjithmonë mbështetja e saj më e madhe. Ajo është rritur në një ambient të dashur dhe të edukuar, ku është mësuar të jetë e përullur, e disiplinuar dhe e ndjeshme ndaj të tjerëve. Selin është një admiruese e madhe e kafshëve, veçanërisht e maceve dhe qenëve. Ajo shpesh ndan foto me kafshët në Instagram dhe ka theksuar se kafshët i japin qetësi dhe ndjesi dashurie të pastër. Ajo mbështet shpesh iniciativat për mbrojtjen e kafshëve endacake. Selin nuk e ndjek stilin e jetesës ekstravagante, nuk poston udhëtime luksoze, festime të bujshme apo dalje me vipa. I pëlqen të udhëtoj në vende të qeta natyrore dhe gjen qetësinë në vende të thjeshta, mal det pyll. Meditimi dhe qetësia shpirtërore. Nga postimet dhe intervistat e saj, kuptohet se ajo është një person që jep rëndësi botës së brendshme. I pëlqen të reflektoj, të shkruaj dhe të lexoj libra që kanë thellësi emocionale ose filozofike. Po ju, çfarë menduat për rolin e saj në serialin Tokë e Hidhur? Sipas përshkrimit që gjetëm në lidhje me jetën e saj, Gülten përfaqëson dhe Selin Genç në jetën reale.